Pas fitores së madhe të arritur në Suedi, janë rritur edhe gjasat e Kosovës për të kualifikuar në play-offin e Kupës së Botës. Me statistikat e reja të bëra nga Football Meets Data, Kosova tani ka 75% shanse për të shkuar në play-off. Dardanat renditen në pozitën e dytë, ndërsa ka nevojë vetëm për një pikë në Sloveni për të kualifikuar së paku në play-off. Matematikisht Kosova ka gjasa edhe për vendin e parë, veçse është e vështirë meqense Zvicra duhet të dështojë të fitojë ndaj Suedisë e njëkohësisht tim poshtim ata në Fadil Vokri. Kujtojmë se Zvicra mbetet lideri aktual me 10 pikë pas 4 xhirove në grupin B, derisa e dyta është Kosova me 7, ndërsa Slovenia renditet e treta me 3 pikë. Suedia zë pozitën e fundit pa shanse me vetëm 1 pikë. Por si mund të shkojë Kosova në botëror përmes fazës së play-offit? Në fazën e grupeve, 12 skuadra që përfundojnë në vendin e dytë kualifikohen në barazh, në këtë rast edhe ekipi jon kombëtar. Përveç këtyre 12 kombëtarëve, 4 skuadra shtesë do të zgjidhen nga ato që kanë qenë fituese grupesh në UEFA Nations League 2024-2025, por që nuk arritën të përfundojnë në vendin e parë apo të dytin në grupin e kualifikimeve. Këto 16 skuadra do të ndahen në 4 rrugë në play-off, secila rrugë me nga 4 skuadra. Në çdo rrugë të barazhit do të luan nga 2 raunde, nga një ndeshje gjysmëfinale dhe finale. Fituesi i finales në atë rrugë do ta pres biletën për në botërorin amerikan. Pra nga çdo rrugë e play-offit në botëror shkon nga një kombëtare dhe në total 4 ekipe do të kualifikohen përmes play-offit nga Europa.